Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu salatu wa atammu at-taslim ala nabina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall për shëndetet tona më të përzemërta, ja dërgojmë pejgamberit ton Muhammedit alaihi salatu wassalam. Vëllezër të nderuar besimtar, Ramazani ka shumë veçori të mira që ka veçu Allahu subhanahu wa taala këtë muaj të bekuar me agjerim e me namaz e me lutje. Unë do t'i përmendi vetëm dy karakteristika të muajit të shenjtë të Ramazanit. E para është se njeriu në Ramazan me agjerim arrin ta thyej epshin e tij, kështu kanë thënë dietarët. Pra, ta edukoj egon e tij, kojtjen e tij. Nëse njeriu arrin në këtë shkallë ta edukoj egon e tij, ai ka arritur me një shkallë të lartë. Për atë arsye dhe Allahu subhanahu wa taala thotë, ju është bërë juve agjerimi obligim, sikur që ishte obligim për popujt para juve, ishte obligim edhe për ta që të edukojnë shpirtin e tyre, ta frenojnë veten e tyre prej kajtjeve, prej epshit. Nëse njeriu arrin me eduku vetveten e tij, egon e tij, ai do ta merr edhe atë çmim dhe atë shpërblim prej Allahut Azza wa Jall, që shpërblimi i agjeriusit është që të arrijë gradën e devotshmërisë. E kur agjeriusi arrin në gradën e devotshmërisë, të devotshmit do të jenë në xhennetin e Allahut subhanahu wa taala, Allahu na bëf prej tyre. Sepse njeriu nëse lëshohet e kundërta e kësaj, nëse njeriu lëshohet ndaj epshit të tij, ndaj kojtjes së tij, Sheikh Ibn Uthaymeen thotë, atëherë del njeriu me një shkallë tjetër, i ngjason krijesave tjera, del nga krijesa e tij si njeri, sepse lëshohet në haje dhe pije dhe pas kajtjeve dhe pas qefeve të ndryshme. E agjerimi është ai që edukon shpirtin e besimtarit. Për atë arsye besimtari është më i frenuar se sa tjerët. Për atë arsye besimtari është më i edukuar shpirtërisht dhe më i përmbajtur ndaj epsheve, ndaj kojtjeve, e që epshi dhe kojtja, haja dhe pija e tepërt e dërgojnë më pas njeriun në vepra të këqija. E dyta, vëllezër të dashur, është që përmes agjerimit dhe muajit Ramazan unifikohen besimtarët. Gjithë besimtarët e dynjas hanë në njëjtën kohë iftar dhe bëjnë në njëjtën kohë syfir dhe falin namaz dhe i përgjërohen Allahu subhanahu wa taala me dua dhe me sejdë. Besimtarët janë më të unifikuar se sa kurdo herë tjetër. E Ramazani don me këtë pra neve me na mësu se o ju besimtar kështu duhet të jeni, sikur se që jeni në Ramazan të edukuar shpirtërisht edhe të bashkuar, duhet tërë vitin me qenë kështu. E nëse jeni tërë vitin kështu, do të jeni edhe tërë jetën tuaj kështu. Vetëm kështu, kur jemi të unifikuar, të bashkuar, kur kemi unitet, kur kemi vëllëzëri, çdo sfidë më pas do ta kemi më të lehtë të ballafaqohemi, sepse jemi të unifikuar, jemi të bashkuar me njëri tjetrin. Aty ku është bashkimi, aty ku është vëllëzëria, aty është ndihma e Allahut Azza wa Jall. Aty është mëshira e Allahut subhanahu wa taala. Aty lutjet i kemi më të pranuara tek Allahu Azza wa Jall, sepse jemi të bashkuar që të gjithë me një vend. E lutim Allahun Azza wa Jall të i pranojë lutjet tona. Sepse vetëm besimtarët kur janë të bashkuar arrin
fitoria tek besimtarët. Ku lutim Allahun Azza wa Jall nga ky vend që të na bashkoj zemrat tona, të largoj urrëtitjen prej zemrave të besimtarëve, të largoj inatin, zilin. E lutim Allahun Azza wa Jall të ndihmoj muslimanëve kudo që të jenë nëpër botë, e mos i harroni muslimanët në këtë moment në Gaza. Allahu i ndihmoft atyre. Allahu i shpëtov nga zullumi i zullumçarëve. E lutim Allahun Azza wa Jall që sa më shpejt të largohen brengat e tyre. E lutim Allahun Azza wa Jall në këtë Ramazan të vinë ndihma Allahut Azza wa Jall tek ata. Po të ishin besimtarët në botë të unifikuar dhe të bashkuar, moti ata ishin çliruar. Por për shkak përçarjes së besimtarëve, ata në Gaza po vuajnë dhe në vende tjera në botë po vuajnë. Allahu na ruajt që edhe ne mos të vuajmë sikur se ata. E lutim Allahun t'i largoj armiqet tanë sa më larg dhe armiqet e tyre. E lutim Allahun Azza wa Jall na pranoj lutjet tona, agjerimin ton, duat tona që i bëjmë. Amin, amin, amin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.